Vizita e cëmuri ta me bondo, se me lekët janë prezent dhe bojnë amin. Dhe kjo ka ndodhë me mu personalisht. E ka vizitu njënin spitali i cilin ishte pranë vdekjes. Dhe unë kër e pashtë të vdes, mirë po me bajnë këtë sunet pejgamberit Allah. Pasha Allah unë që janë një ashëru si kër mos me pas asë gjumë. Ka thonë pejgamberi Allah, njëni cili e viziton të sëmurin, ja banë këtë dua. Esullaj l'adhim, Rabbel arshil adhim e jeshfik 7 herë. Thot nëse nuk e ka sos imri ki njeriut, Allah ka me shëru prej asaj smundje që vua. Ka haki vllazni lëkit. Shkojmë dhe ne, ose nuk shkojmë iq, po dhe nëse shkojmë, nuk ja bojmë këtë doa që nga ka mësu pejgamberi Allah. Thot pejgamberi Allah, kur të prezentoni të i sëmuari, apo në gjenaze bani dua, se me lekët janë prezent dhe thojnë amin. O Zot pranoj, çdo dua kur të bëhet në rastet e gjenaz apo në rastet smur, pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Pa atë pejgamberi Allahu tha, kur ta ndëgjoni gjelin duke këndu, tha bani dua se melekët i shef. Pra melekët janë para afër teje, nuk ndëgjojnë duke bëti dua, vetëm ata kanë me thonë amin. O Zot pranoj.